يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi e takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe kerejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuar. Këtu jemi duke folur për vlerën e ditës së xumë. Vlerën e ditës së xumë, vlerën e ardhjes në xhami, etika dhe sjellja e muslimanit që vjen në xhami, si duhet sillet dhe si duhet vepron, sevapet, shpërblimet që i merr nga ana e Allahut Azza wa Jall për çdo hap që vjen në xhami dhe të tjera që kena përmend deri tani. Dita e xumë kjo që Ibn Kathiri kur e përmendin tefsirin e tij me tregu se pse Allahu Azza wa Jall ai e emëroi ditë e xumë. Pse Allahu Azza wa Jall e ka emëru këtë ditë e xumë dhe na kështu i themi. Tha Ibn Kathiri, arsyeja është se dita e xumë është dita që i të bën muslimanët. Dita që i bashkon, se xumë vjen për fjalës jamaa, me i të bu, edhe që i të bën muslimanët në për xhamia. Kjo, nëse Begaviu tha, dita e xumë e ka marrë, Imam Begaviu po flas. E ka marrë këtë emrin ditë e xumë sepse Allahu Azza wa Jall në ditën e xumë e ka kompletu krijimtarinë e Ademit alayhi salatu wassalam. Në ditën e xumë ka kompletu krijimtarinë e tij. Edhe plus kena përmend transmetimet kaluara se në ditën e xumë Allahu Azza wa Jall edhe e ka shtin xhennet Ademin alayhi salam, edhe në ditën e xumë e ka nxjerrur prej xhennetit. Ndërsa thot Imam Begaviu gjithashtu, thot se është edhe e ka këtë emër dita e xumë, ditë e bashkimit, sepse muslimanët bashkohen në namazin e xumës. Por prej veçorive që i ka, prej të mirave që i ka, prej dobive që i ka dita e xumë si ditë, është edhe ajo që nëse ne në ditën e xumë i dërgojna selavat veçantë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur themi Muhamedi alaihi salam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, që selavat për pejgamberin alaihi salam. Cilën do për këtyne metodave që ti e përmend, është dita e xumë që Allahu Azza wa Jall e ka bërë veçantë, që i marrin selamet dhe selavatet e tona edhe ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëse ti e shpeshton ose e shton numrin e selavateve në ditën e xumë. Veçantë Allahu ti merr melekun, e dërgon një melek, ti merr këto përshëndetje që ti ja çon pejgamberit edhe ja dërgon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin që sjellë Abu Davudi, Nisaiu dhe të tjerë, dhe hadithin është autentik, që është Sheikhul Albani dhe të tjerë. Tha pejgamberi alayhi salam, inna min afdali ayamikum yawmul jumu'ah. Dita më e mirë e juve është dita e xumë. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid. Tha pejgamberi alayhi salam, në ditën e xumë u kriju Ademi, në ditën e xumë dhe vdeq Ademi. Wa fihi an-nafqa, edhe në ditën e xumë i fryhet buris, edhe në ditën e xumë do të ndëgjojnë njerëzit e fillon me i marë dënimi, ose fillon me u marë shpirtat e tyre sak,
pastaj vazhdoi tha fa akthiru alayhi salate fihi min as-salati fihi. Tha o ju njerëz ta pejgamberi sa shpeshtoni selavatet për mua këtë ditë, në ditën e xumë. Shpeshtoni selavatet për mua në ditën e xumë fa inna salatakum urudatun alayya. Sepse selavatet çka ju i bani në ditën e xumë për mua, përshëndetjet, selamet që ja çojnë pejgamberin në ditën e xumë, tha ato më vinë mua. I paraqiten pejgamberit ton, edhe atje i paraqiten nga meleku, thot se filani tha Allahumma salli ala Muhammed. O Zot, qof selavat për pejgamberin. Allahu qof selavat për pejgamberin. Nëse ti thu meleku ja qënë dhe i thot prej filanit që ky selam, që ky selavat të erdhi, sahabët i thanë, oj dërgumi i Zotit, tha ty atëherë kur të vinë selamet, selavatës, mas një kohët gjatë, tha ti ndoshta je bon atëherë hi e plëhën, ndoshta je bërë hi e plëhën, e si atëherë ti i a kthen atyre. A di çka tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inna Allah azza wa jalla harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya. Tha jo o shokët e mi, nuk është ashtu që ju po mendoni, se Allahu i a ka bërë haram të ndaluar tokës me i prish trupat e pejgamberve. Cili do vërë, i cili do pejgamber, para mira viteve nëse ai ka vdek, nëse hapët vorri i ti, trupi i ti është qashtu qysh ai ka vdek. Tha që mos u bani merak, se Allahu ja ka ndalu tokës me ngron trupat e pejgamberve. Pastaj, për i të mirave që ka pregadit Allahu azza wa jall dhe na ka tregu përmes gjuhës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është në ditën e xumë. A dini që në këtë xhamin tonë atje te dera, janë orë disa athar, edhe disa transmetime, që atje te dera vinë 2 melek, jo meleket që na shënojnë neve veprat, se kemi një në të gjatën që na shënon veprat e mira, tjetri në të majtën që na shënon veprat e këqija. Mos mendon ndonjëri prej neve se na i vepër e mirë i ka shpëtu pa u shënu, ndërsa na i vepër e keqe, sipas një transmetimi Shekul Alban që ka thonë është autentik, është se vepra e keqe ka mundësi, por një gjysdite ose një 6 orësh nuk të shënohet. Mos se rastisht unë e ti po pendohemi për atë keqe që kemi bërë. Por këta melek të dera janë tjerë. Allahu azza wa jall për me tregu vlerën e madhe të ditës së xumë, edhe dobin, edhe vlerën e ardhjes në xhami. Dhe vlerën e as ke vlerë e madhe që she përmenda herën e kaluar, saqë veç një hap ti për në xhami, veç një hap është sikur sevapi për ty si një vit të plot, ke agjeru edhe namaznate ke fal. Pa e prish kër, ke agjeru edhe namaznate ke fal. Për një hap, gjitha to shpërblime, por Allahu azza wa jall ka bërë dhe tjerë, këta melek anka si qënë të dera e xhamisë. E çka bojnë këta? Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin që e sjell edhe Buhariu dhe Muslimi për Ebu Hurajrës dhe të tjerëve. Tha pejgamberi sa men ightasala yawm al-jum'a ghusl al-janaba. Kush për juve pastrohet në ditën e xumë me një pastrim të mirë. Sikur ka bë krahasim pejgamberi alayhi salam, sikur njëri që pastrohet prej gjunubllokut, një pastrim të mirë e ban. Tha pejgamberi sa thumma rah fa ka'annama qarraba badanahu. E pastaj shkoni pari në xhami. E pastaj shkoni pari në xhami. Allahu azza wa jalla shpërblen ty dhe mu, cili do që vjeni pari në xhami. Shkon pastrohet shpejt në shtëpi, vjeni pari në xhami, në ditën e xumë po flas hadithi, dhe tha pejgamberi ki shpërblim sikur ti me dhon sadok një deve, me dhon sadok. Na ka njëherë rudhemi, me dhonë një gjys ersh me shtim për shumë në sëndukun atje, sadak për xhamien. Ndërsa, këtu veç nëse ti vjen prej të parve, shpërblimin, tha pejgamberi, sikur me dhonë një deve sadak. E pastaj tha, o men raha fi sa'ati thanje, fe ke enneme qarrebe beqara. E nëse ta, vjen një dyti, ose në rendin e të dytve, tha, është për ty shpërblim, ta shkënujnë që ta meleket që rinë të dera që atje. Veç me ishën këta enka se Zoti i dërgën. Kjo vlerë ditës së xumë. Enka si le të dera edhe ata shënujnë. Kush po heni dyti,
sikur e dha Sadak një lup, tha pejgamberi, e kush vjen i treti, si me dhon Sadak një dash të madh me brira. E kush vjen i katërti, si me dhon Sadak një pul, e kush vjen i pesti, si me dhon Sadak një vezë. E adin çka tha pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam pas kësajna, e kur të kryhet shkrimi edhe të pestit ose grupit të pest, tha pejgamberi alayhi salam, e që atëherë, nëse hoxha ka hyp në hutbe, atëherë meleket i mbyllin qatë defterin, qatë fletoren ata 2 meleket të dera e mbyllin. Ata që hynë mrapa, gjumoja është në rregull, i pranohet, por që kjo puna që soj shpërblimit sadakos, mu ata nuk e kanë këtë nder. I mbyllet, ata melek, a thu pse i mbyllin? Fletoret e tyre i mbyllin për me ndëgju hoxhen tani shka flet. Wallahi, kështu tha pejgamberi, ju që bethamën e pivetës, se po më kona mua. Por kështu tha pejgamberi a.s. me ndëgju hoxhen shka flet. Ndërsa në kur të bojnë a krahasim meleket krijesat Zotit, të cilët janë të krijuara prej dritës, që numrin e tyre veç Zoti e din, e që na për një 5 melek gjithë ditën i kena me veti, ata mëkate zbojnë, prap se prap, kur të flet hoxha në çështje të fesë, ata nalën tash atje ku kanë vënë sedi, vetëm se ato të dera kanë qenë, mbyllin edhe ja nisin me ngu hoxhën, ndërsa plot xhamati jon i Zotit, na hoxha flet, ai atje bisedon me shokun e tij. Hoxha flet, ai lun me telefonin e tij. Hoxha flet, ai levrit të pijen ato të pijen e tij ose shishen e tij para dorës. Kjo është fatkeqësi, ndërsa meleket ato krijesa kaq të mira. Ato që janë pa mëkate, e ngojnë hoxhën nga flet. Ndërsa Allahu Azza wa Jall, për me tregu se sa vlerë të madhe ka kjo xhumo, na kërcënoi Allahu Azza wa Jall përmes gjumës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kujdes, ju o musliman të cilët nuk vini me fal xhumon, ju të cilët nuk vini me fal xhumon, ose e leni gjumon për një send të pavlet kësoj dunjoje, për një send të vogël e leni dhe nuk shkoni, për një punë se nuk po du mja prish shefi tim, ose për një punë se kem pa tjetër me përfundu, a xhamia mund tjetë nashta disa hapa me bodit e xhamia, e len gjumon pa e falur. Mirë për ta vëllah, pejgamberi a.s. i urdhnu nga ona e Zotit, kërcënoi për kësi njerëz. Dhe tha pejgamberi a.s. në hadithin që e sjellë Imam Muslimi, tha, la yantahiyan aqwamun min wadi'ihim al-jumu'at, ose do të ndalen disa njerëz që po i lën xhumat e s'po i falin, ose le të ndalen au li yahtiman Allahu ala qulubihim, ose Allahu ka me javulosë zemrat e tyre. Allahu ka me ta vulosë zemrën, ati ka me javulosë zemrën, ati që nuk vjen me fal xhumon. Kjo tregon për vlerën e madhe të ditës së xhumon dhe namazit të xhumos. Nëse ti e lën për një send vogël, Allahu ka me ta vulosë zemrën tonë, vazhdon hadithi, thumma la yakunanna min al-ghafilin. E pastaj tha pejgamberi do të jetë prej të pakujdesshmëve. Pastaj ai njerëz do të jetë prej atyre që e përmendin Zotin. S'do të jetë prej atyre që janë nin dhe intereson çështja e Zotit më. Dhe si intereson më çështja e halalit, haramit dhe xhenetit dhe xhehenamit, sepse ja ka nis dhe i ka lënë xhumat, kështu tha pejgamberi asam, dhe ja ka vulosur zemrën e tij. Këtë e përmendit përgjithshme, ndërsa një hadith të ngjashëm me këto e ka sjellë Imam Ahmedi dhe është autentik, që është Sheikh Shuaibi, tha pejgamberi men taraka thalatha juma'in tahawunan, kush i lën 3 xhumo njërën pas tjetrës, i lën veç me përtasi, ose për një ndonjë arsye min ghairi udhrin, tubi Allahu ala qalbih, Allahu ka me ja vulosur zemrën e tij. Çka do të thotë me ta vulosur zemrën tënde? Me ta vulosur zemrën tënde, kjo do të thotë se të ka me ta bon një zemër Allahu të vrasht, një zemër të vrasht, një zemër të ngurt, një zemër që si kupto senet, ju bëqkaq. Disa thanë, edhe Allahu ka me bon një zemër tënde, disa shenja në zemrën tënde, që meleket të njofin si pas shenjave të zemrës tënde, si lëns i gjumos, edhe meleket nuk lavdrojnë më ty.
të lajnë mas dore, më ty nuk të lavdrojnë. Meleket i lavdrojnë njerëzit e mirë, meleket bojnë edhe lutën për njerëzit e mirë, ndërsa për këta që kënë lënë gjumot, melekut i kalën, nështë melekut kalën pranë teje ose ti pranë melekut, por meleku më nuk lutët për ty, si intereson që është ty, të lanë pas dore dhe zemra jote të është ngurtësu. Për ta i vrejni disa që të cilët i lajnë gjumot dhe nuk vinë me i folë gjumot, kimi vrejt janë të ngurtë. Ti i flet, ka thonë Zoti, a i si kur i fule, ka thonë një poet. A i ti i thu, ka thonë pejgamberi, a ti nuk i preksen në zemrën e ti. Si preksen, se ju ka volosur zemrën e ti, pse aje kalon gjumon. Ndërsa, thot Ibn Abasi se në një transmitim që a i vete ka thonë, që ka sjell Ebu Ja'la, kësë Ibn Abasi shok i pejgamberit, thot se nëse njoni i len gjumot, nuk vjen mi fol gjumot, leta dina njëri se ai fejnë e vetë e kalon mas shpine, e ka gjuajtur fejnë mas shpines. Ndërsa, a di shka thot Ebu Hurajra, shok tjetër i pejgamberit? Ebu Hurajra kjo thot, pasha Zotin, unë e thot, nëse isha bërë, thot, pasha Zotin, zdu të bëhem milioner, ti kem, dhe vejt e kuqe, për këthejet të na milioner, zdu të jem milioner, nëse milionat më ndalin mësë me shku në gjumo. Kështu është Ebu Hurajra, kështu është i shok të pejgamberit. Ndërsa ty 10 ershit nalë me orë në gjami, një 1000 ershi një rrugë nalë me orë në gjami. Ndërsa kjo tha, zdu t'jem milioner, sepse nëse milionat ato më ndalin me orë në gjami. Na lusmi Allahun Azza wa Jall na fal na mëshiron, lusmi Allahun Azza wa Jall për atyre të përkushtuarve në gjumatën e ban. Lusmi Allahun Azza wa Jall që Allahu të meta tona të nëmbëlën, e të rritun Allahu të uzën. Lusmi Allahun Azza wa Jall, atë janë gjenet me pejgamberet të në takon, të në bashkan. E muslimanve në këtë botë që janë Allahu të ju ndihman, walhamdulillahi rabbil alamin.